Gabriel Olamide është autori i golit fantastik për Shirokin në sekondat e fundit të shtesës, duke i dhënë 3 pikë të rëndësishme ekipit të tij. Urime për golin. Congratulations for the goal. Faleminderit. Shinuat në sekondat e fundit, një moment emocionues. Very emotional moment. I'm so happy for this team. Njët mirë. For the team. Edhe bona golin për ekipin. First, I thank God, and secondly, I thank my teammates, I thank the players, I thank my coach, I thank the president. Si fillim falenderoj ekipin, falenderoj shokët e ekipit dhe trajnerin që më dhanë mundësinë. Si përjetuat momentin kur topi shkel në rrjet dhe stadiumi shpërtheu në broritje? How did you feel when you scored the goal and the stadium started shouting? I feel so amazing, and I feel so happy and excited. I thank God Ndihem shumë mirë, ndihem shumë i lumtur edhe shumë i apasionuar. Një fitore në sekondat e fundit merr verë edhe më tepër në aspektin moralo-psikologjik për skuadrën. Mendoni se ky gol dhe ky 3 pikë do të jap edhe më tepër besim skuadrës? You think that this goal will give more encouragement for the team? Yeah, I believe. Po besoj se do të jap më shumë. More for us to promote, and more for us to keep on going higher. And I thank God for this one. Po mendoj do të jap më shumë edhe do të na motivoj që të ecim më përpara. Ky nuk është goli i parë që shënoni për Shirokën. Sa është shifra që keni shënuar këtë sezon? This isn't your first goal scoring for Shiroka. How many goals have you scored so far? This season I've scored 6 goals. Këtë sezon kam shënuar 6 gola. Me 6 gola në 6 javë është një shifër shumë pozitive. Mund themi që Gabriel synon këpucën e artë në kategorinë e dytë? 6 goals in 6 weeks seems very impressive. Are you're planning to get the golden boot? Shpresojmë që po. Inshallah. Diçka për skuadrën, për shokët e ekipit, por edhe për stafin teknik dhe presidencin. Sa i kënaqur jeni me bashkëpunimin me to? Anything to say for the team, for the teammates, for the staff, for presidency? How happy are you with them? I'm really happy for this moment, and without them it can't happen. And I thank the coach, I thank the players, my teammates, I thank the staff, everyone, and I thank the fans also. Okay. For this moment. Jam shumë i lumtur për këtë moment, gjej momente me falenderu trajnerin, me falenderu lojtarët, me falenderu presidentin edhe sidomos tifozat. Gabriel Olamide vjen nga Nigeria në Shkodër duke kontribuar për Shirokën. Sa jeni ambientuar me qytetin e Shkodrës? Gabriel Olamide came from Nigeria to Shiroka. How happy are you to contribute for Shiroka? Yeah, I'm very good and adapting, so I thank God for that. So look forward to the future. Jam i adaptuar, tani po mendoj për të ardhmen. Dhe ardhmja, Gabriel, si mendohet të jetë? Ku mendoni si janë objektivat kryesor? Your objectives for the future. I just want to work hard and like every player should do, work hard and keep working hard to get to the top. Okay. Si çdo lojtar do mundohem me bëj më të mirë, me punu më fort edhe për me synu sa më lart. Do të vazhdoj bashkëpunimi me Shirokën apo ka ndonjë objektiv tjetër? To play for Shiroka, or you have higher objectives in the future? I can't say it, but I just want to keep this moment. S'mund ta them, po duhet ta mbaj këtë moment. I just hope something good for the future. Alla shpresoj diçka të mirë për të ardhmen. Nuk mund ta mbyllim këtë intervistë pa edhe një pyetje që zakonisht e bëjmë për autorët e golave. Ka ndonjë dedikim Gabriel për golin e sotëm? We cannot end this interview with the main question. Did you dedicate anyone this goal? A dedication to the goal? Yeah, fine. I dedicate the goal for everyone, my teammates, the fans, the coaches, because it's a really important win for us. Because right from the beginning of the game, I just want us to win because it's very good. Because now we have 5 winning streaks, 5 games winning, so we need to keep it going. Okay. Make sure just keep going. We lose, so the mentality, just like Matthias, our coach. So Okay. mentality, let's keep it going. So Golin do m'ia dediku fansave, trajnerave, edhe shokëve të ekipit. Një mirë për golin, sepse siç i ka thënë trajneri jon, është gjitha për mentalitetin, ne tash kena 5 fitore rrazi dhe do synojmë më lart.
Një dedikim për me të afër njerëzit specific- e afërm And a specific familjes. dedication for the family, he meant. We see that also to my family back in Nigeria. E dedikoj golin familjarëve të mi në shtëpinë në Nigeri, Because it really something for me. sepse është diçka me vlerë shumë për mua. At the moment for me to believe that. Është momenti jam që më besu, që me ecë lart që t'jem aty. And I believe everything is going to work for good. Dhe shpresoj që gjithçka do punojmë anë të Zotit. Urim edhe një herë për golin dhe suksesin e vazhdimsi. Thank you for congratulations for the goal and for the next success, next steps.